Zgjedhjet vendore nxorën lakuriqnja të vërtet të pakëndshme se kryeministri Mickovski është bërë e vërteta e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. U rrëzua miti se partitë shqiptare janë faktor i rëndësishëm në orientimin euroatlantik të vendit. Rezultatet treguan se shqiptarët jo vetëm që nuk po ndikojnë në vendimmarrje, por nuk po arrin të mbrojnë as interesat e tyre elementare e as të qeverisin në mënyrë sovrane komunat ku janë shumicë. Mickovski mundi shqiptarët me 3-0 në terrenin e tyre, si komunitet, si opozit dhe si vlen i cili pretendon se është pjesë e pushtetit ekzekutiv. Ai e realizoi këtë duke keqpërdorur mekanizmat shtetëror, duke manipuluar terrenin politik dhe duke përçarë shqiptarët në të dëgjueshëm dhe rebel, një logjik që të kujton metodat e komunizmit. Por edhe një e vërtet tjetër del në pa. Nëse Mickovski është e vërteta e shqiptarëve, shqiptarët nuk janë e vërteta e tij. Pasi mundi shqiptarët dhe opozitën maqedonase, sfida e tij e vërtet sapo fillon të mund vetveten. Tani kur e ka tërë pushtetin në duart e tij, ai duhet të qeverisë si burr shtetas e jo si drejtues fisnor. Mickovski e mposhti vlenin duke detyruar t'i dorëzojë nën kontrollin e VMRO-s 4 komuna me shumicë shqiptare: Kërçovën, Strugën, Butelin dhe Bërvenicën, në këmbim të ndihmës për të mundur opozitën shqiptare në Tetov, Çajër dhe në disa komuna rurale. Por ky triumf është si fitoria e Pirros. Në Tetov dhe Çajër vlen u detyrua të ndaj pushtetin me VMRO-n, duke shndruar komunitetin shqiptar në Qiraxhinj në shtëpinë e tyre. Pas konstituimit të këshillave komunal u bë e qartë se mbështetja e Mickovskit për vlenin nuk është e sinqert. Ai nuk synoi të forcojë ata si partner qeveritar, por t'i përdor sa për të thelluar përçarjen mes shqiptarëve dhe për të pamundsuar çdo bashkëpunim ndërshqiptar. Nga njëra anë ndërtoi konsenzus ndër Maqedonas për disiplinimin e shqiptarëve dhe nga ana tjetër investoi në përçarjen e tyre të brendshme. Konstituimi i Këshillit të Butelit e vërtetoi këtë qasje. Pasi e përdori vlenin për të fituar komunën, Mickovski e braktisi, duke konstituar këshillin me partitë maqedonase të opozitës. Një skenar i ngjashëm po përgatitet edhe në Strug, nëse partitë shqiptare shkojnë të përçara. Këto zhvillime konfirmuan paralajmërimin e opozitës shqiptare para zgjedhjeve, se Mickovski nuk ka problem vetëm me BDI-n, por me shqiptarët në tërësi. Ai po ashtu ekspozoi vlenin si vazal politik, totalisht i nënshtruar dhe i paaft të sfidoj padronin, sepse në mendsinë autoritare të qeverisjes, vetëm një vazal i dobët është vazal i mirë. Strategjia e kryeministrit mposhti edhe BDI-n. Edhe pse mori mbi 25.000 vota më shumë se vleni, BDI nuk fitoi asnjë komunë urbane shqiptare. Mickovski u bë e vërteta e BDI-s sepse e përballi me dështimin e saj më të madh pas 22 vitesh qeverisje, pa aftësinë për të krijuar një elitë politike shqiptare të qëndrueshme, rezistente ndaj tundimeve të pushtetit. Përkundrazi, në nombrellën e Ali Ahmetit u rritën figura politike që asnjëherë nuk e patën në qendër të vëmendjes interesin e shqiptarëve. Në momente kyçe e tradhtuan edhe partinë që i ngriti. Pa BDI-n as Izet Mexhiti e as Bilal Kasami nuk do të ishin figura politike që sot tregojnë mexhet babës së tyre politik Ali Ahmetit. Në fund Mickovski imposhti shqiptarët jo sepse ata janë të pafuqishëm, por sepse nuk kanë fat me elitat e tyre politike. Mbetet të shihen rezultatet në Gostivar dhe vrapçisht për të kompletuar mozaikun politik të kësaj betejë, nëse do të vërtetohet thënia se çdo popull ka drejtuesit që meriton.